Ftoj kandidatin për kryetar të komunës së Dibrës, zotin Mexhit Dika, që të merr fjalën. Të nderuar të pranishëm, të nderuar simpatizantë, i nderuar i kryetari PD-s, zotni Mendull Thaçi. Në këtë promovim madhështor, prania juaj në këtë sallë të mbushur plot e për plot, më ngjall edhe mua emocione të papërmbajtura. Vin nga Dibra e madhe dhe shkurtimisht duhet të sjell disa mesazhe. Përndryshe jam Mexhit Dika. Jam i nderuar dhe i privilegjuar që përfaqësoj një parti e cila parti serioze që promovon vlera dhe ide të moderuara. Fjalë po të falë potencialeve tona njerëzore, intelektuale dhe profesionale. Ne do të hapim një kapitull të ri duke ofruar një qeverisje krejtëndryshe. Qeverisje e bazuar në sinqeritet, ndershmëni, drejtësi dhe transparencë. Ne jemi zgjidhja e dy duhur. Ne sjellim ndryshimin e shumë pritur nga të gjithë gjuhë të pranishmit. Është koha të zëvendësohet pushteti i deritashëm, pushtet me kushtëzime e me shumë formalizma. Mos u merrni dhe mos u ndikoni nga thëshethanet e lloj-llojshme. Kjo rrugë do të jetë e vështirë, prandaj mbështetja juaj është mëse e domosdoshme. Po e përfundoj me një thanje të një zonje të nderuar Eleonora Roosevelt. Citoj: njerëzit e veçën merren me thëshethame, njerëzit e mesëm merren me ngjarje, njerëzit e mëdhej merren me ide. Qofshi të bekuar për praninë tuaj. Faleminderit.